Ka nisur seanca në Kuvendin e Kosovës ku pritet krimi i qeverisë së re, 139 ditë nga seanca e parë për konstituim. I pari që mori fjalën është mandatari për kryeministër Albin Kurti, i cili tha se vonesa për konstituimin e Kuvendit është një vonesë që ka dëmtuar punën e qeverisë dhe besueshmërinë e shtetit të Kosovës përballë partnerëve ndërkombëtar. Mbi 6 muaj nga thirrja e seancës konstituive, më në fund kemi kuvend të konstatuar dhe jemi në pikën e krijimit të qeverisë. 5 nga 6 muaj deputetët ishin duke pritur gjykatën kushtetuese, vonesë që kanë ndikuar në procese dhe ka dëmtuar besueshmërinë e shtetit tonë përballë partnerëve ndërkombëtar. Tha ai, në fjalën e tij para Kuvendit, Albin Kurti shtoi se asnjë parti parlamentare nuk ka pranuar të hyjë në koalicion qeverisës dhe vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Asnjëra parti parlamentare nuk ka pranuar të hyjë në koalicion qeverisës. Nëse do pranojë oferta jonë, do të kishim votat për qeverinë dhe për sfidën e presidentit. Para 4 vitesh, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja pa buxhet të miratuar dhe pa shumë institucione funksionale. Një vend pa buxhet nuk mund të ecë përpara. Janë 33 agjenci dhe institucione që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Ftoj secilin deputet që kur qeveria të hidhet në votim të votojë për interes publik e shtetëror dhe jo për interes partijak. U shpreh Kurti, lëvizjes vetvendosje i duhen së paku edhe 5 vota që të sigurojë minimumin e nevojshëm prej 61 votash për krijimin e suksesshëm të qeverisë së re. Në rast se nuk merr votat, Kurti do të bëjë mandatari i parë që do të dështonte në krijimin e qeverisë së re, pasi në të gjitha proceset e tjera për formimin e qeverisë, mandatarët janë zgjedhur me shumicë votash herën e parë. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se nëse nuk arrihet sot dakordsi, do të ftojë të gjitha partitë për të parë nëse ndonjëra prej tyre mund të sigurojë 61 votat që i duhen në kuvend. Osmani ka mandatuar kreut të lëvizjes vetvendosje formimin e qeverisë, pasi partia e tij fitoi zgjedhjet e 9 shkurtit. Në fillim të kësaj jave Kurti la të kuptojë se mund të mos jetë në gjendje ta formojë qeverinë e re dhe vlerësoi se zgjedhja alternative është mbajtja e zgjedhjeve të reja. Deri tani nuk ka patur njoftim për ndonjë koalicion. Kurtit i është mbyllur dera thuajse nga të gjitha partitë. PDK, LDK e AAK janë shprehur kundër një bashkëpunimi me lëvizjen vetvendosje. Vetmja parti që ka lënë mundësi koalicioni me partinë e Kurtit është ajo e Nismas, por me kushte të cilat lidhen me postin e kryetarit të parlamentit. Sipas kushtetutës, nëse Kurti nuk arrin të formojë qeverinë, atëherë presidentja brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin e ri që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse dhe përpjekja e radhës dështon, atëherë Osmani do duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh.